Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve. Në fillim po ju njoh me titujt kryesor. Antari i Parlamentit të Britanisë së Madhe Michael Gove ka thënë se fëmijët nga Kosova kanë ndihmuar në ngritjen e rezultateve pozitive në shkollat britanike. Sipas tij, Londra ka përfituar nga diversiteti i popullsisë. Kryeministri Isa Mustafa tha sot në 27 vjetorin e lidhjes demokratike në Podujevë se Kosova duhet të themelojë ushtrinë e saj, por e përsëriti disa herë se kjo duhet bërë vetëm me miratimin e SBA-ve. Një gruaje nga Skënderaj ju kthyet pamurit pas 44 vjetësh verbëri. Tani fal parave të mbledhura nga njerëzit e vullnetit të mirë, asaj u shërua një sy dhe për herë të parë po i sheh burrin e fëmijët. Në fshatrat e komunës Malishevës dhe Raovecit ka filluar sot zyrtarisht fushata e repelimit masiv të kafshëve. Kjo fushat bëhet për parandalimin dhe luftimin e etheve hemoragjike Krime Kongo. Një burr është qelluar për vdekje pasi ka grabit automatiku një ushtari në aeroportin e Orlit në Paris të Francës. Aeroporti është mbyll pasi autoritetet kanë thënë se ishte një incident serioz. Në çdo paketimi të Devole Prince Kafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Ishte rritur, martuar e bërë nën, por për 44 vjet Hazif tha që nuk e kishte parë fytyrën e qartë të burrit e as të fëmijëve të saj. Kjo për shkak të telasheve që pati me sy. Por këtë javë një operacion ja ktheu të pamurit e kjo fal parave që u mblodhen nga njerëzit e vullnetit të mirë. Deri dje kishte zor t'i shërbente vetës, por tash i shërben edhe familjes. Hafize tha që t'ju kthyet të pamurit pas 44 vjetësh. Gruas që gjatë tërë jetës gati sa mbështet vetëm në të prekur, ju kthye shikimit të paktën në syrin e majt, kur ju nënshtrua një operimi në Prishtinë 2 ditë më parë. Kësaj ajo ndonë se u martua e bëri fëmijë, asnjëherë nuk i pa qartë fytyrat e tyre. E tash kur rëfen si u duk djali pas operimit, vajza e burri shpërthej në lot. U avi djalin, ka thonë mami apo më sheh. Ku më thonë mamë për rëzojshë për i smirje. Derisa me syrin e djath nuk sheh fare, syrin e majtë kishte lënduar si e vogël dhe që nga atëherë kishte pasur shikim të mjegulluar. Si pasojë e kësaj, ajo u detyrua të ndërprej mësimet në klasën e 2. Ku më thonë, no Bob, nuk moj me shku se po më shtynë smija, e po më rëzojnë. Orë mësusi, i ka thonë, Bobës të shtëpia, qobre në shkollë të verbre, po se ka pas kushtet boba jam. Nuk më jene me lo fajtor. E rikthimin e shikimit në syrin e majt po e quan mrekulli. Mere me menë që s'më muj me paramendu me qelë synin tem. Se po tham, a jam oner. Po, kjo është surpriza Allahit. E kjo u arrit fal shoqatës bamirë se jetimat e Ballkanit që u mobilizua dhe fillimisht me 20.000 euro të mbledhura, familjes i siguroi banesën e me pas mblodhi edhe 5.000 euro të nevojshme për të mbuluar operacionin. Por kontakti me organizatën i kishte rënë bisupe vajzës Rabishës e cila ju shkroi në rrjetet sociale. I kom thonë, paci Alel, kam bobe 77 vjetë, mamin e verpre, lojnë e frutele. Edhe veç jam, 12 qore veç kujtisna për ta. Ja ku morë numrin, ku më full me ta. Më të rijove, unë ka vizitu. Por vajza nuk ishte mundur ta paramendonte nënën me sy të shëruar. Kur e ku morë lojmen, fillja ku nis me kojtë. Se mome mas 44 vjetëve, kurse ku besu që kam po. E drejtori i shoqatës pohon se parat për operacionin i mblodhen shpejt. Unë kam publiku një foto në profil timin, privat kam thënë duhen një shumë prej 5.000 euro, më operu. Kjo, me lutë Zotin, inshallah, ka sukses, edhe deshti Zotin, mrekulli, pas operacionit kjo më thirë, me një herë në telefon, thët, aje Halili ti, unë po shoh. Tash kur të pamurit ju kthye, Hafizja ka për të shkuar për t'i takuar prindrit e saj pleq që nuk mund t'i vinë në vizit. Prindrit e mi nuk i kom po kur qysh duhet, e tash kam qef me i po.
E nevojë për ndihmë ka edhe një familje nga Podujeva, kreu i saj psoi në aksident trafiku nga i cili mbetën të lënduar edhe 2 fëmijë. Por mjekimi i tyre është vetëm një telash i ri për nënën e cila voglushët po i rrit në një kasolle. Vaj janë dalë fjalët në fyt. Dhimbjen për burin që e humbi në një aksident trafiku rreth 2 javë më parë, Halime Zeneli thot se e ka vështirë ta përballoj. E aq më tepër pasi ka tashti të ris 4 fëmijët, e vetme por edhe në kushte teje të rënda ekonomike. Ma vështirë se kërkon ai ka po tash rikë kanë me mua krejt, mes me krejt, pa shtëpi, pa kërgjë. Në këtë dhomë të improvizuar që dikur kishte qenë depo e druve, kjo familje nga Obranqa e Podujevës ka shumë telashe për të jetuar. Krejtë ujë bëhet, se vjeshri, se pikë nalt. Kjo këthin nuk ka madje as banjo. Ose shfrytëzojnë as s'ban, është e prertë. Mini laqë të ma shumë, herë të kënote. I shoqi i cili në ditën tragjike për të pati me vete edhe 3 fëmijët në makinë, ishte veteran i luftës, e tash edhe pensionin e tij, familja nuk e merr të plot. Burri ka marrë në pension të veteranit, pa ato tash na kanë dalë 70% veç me marrë. Në kësire thanash edhe vajza e traumatizuar që u aksidentua bashkë me të atin më 6 mars të këtij viti, po ka nevojë për shumë kontrolla mjekësore. Që sa ato tim? Pia dhe pidjela, si kur kena bëndeshje. Papasoja nuk ka mbetur as vëllai i saj, që e ka këmbën të thyer nga aksidenti. Fëmia më i madh i kësaj familje është 13 e më i vogli 2 vjeçar. Mbetemi në llapëve që tash flasim për politikë dhe atë për temën më të nxehtë për momentin, themelimin e ushtrisë. Këtë synim sot tha se ka edhe Isa Mustafa me lidhjen demokratike që udhëheq, por vetëm duke marrë miratimin e Amerikës. Në radhë po i presin mysafirët. E ata janë të shumt, madje edhe të paparashikuar se duhet shtuar edhe karriket. Por së rahatohen që të gjithë ngritën në këmbë për të nderuar liderin e partisë e të qeverisë. Isa Mustafa nuk mund të mungonte në shënimin e 27 vjetorit të themelimit të degës së lidhjes demokratike në Podujevë. Asgjë nuk fillon pa intonimin e himnit të Kosovës. E pas kësaj kryeministri i vendit foli pikërisht për çështje më aktuale në interes të vendit. Por duket se nuk qëndron në frekuenca të njëjta me presidentin Hashim Thaçi. Ky e tha qartë se forca e sigurisë nuk do të bëhet ushtri pa pajtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me të cilat sipas tij Kosova duhet të ruajë partneritetin me çdo kusht. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërtojnë edhe institucionet e ardhshme të Republikës Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrahin themelimin e ushtrisë Kosovës, por kërkojnë që ky themelim i ushtrisë Kosovës të bëhet me një bashkëpunim, me një bashkërënditje, me ta, me NATO-n. Ky tha se miqësinë me amerikanët e ka si amanet edhe nga ish lideri i vendit dhe LDK-s. Ne kemi një porosi të qartë, më të qartë të këtij njeriu që kemi këtu para jush, të Ibrahim Rugovës. Se ne do të ruajmë dhe të mbajmë miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi i qeverisë foli edhe për një proces tjetër që ky ekzekutiv nuk po mund ta kalojë. Sipas tij, ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi do t'u hapte kosovarëve rrugën të lëvizjen pa viza. Para bashkëpartiakëve, nga të cilët ka edhe të tillë që po e kundërshojnë në këtë temë, Mustafa tregoi një përvojë të vetën të freskët. Unë vetë kam përjetuar tani, kur është dashur të shkoj në Bosnë, më ka dashur 2 javë të pres për një Bosnë, që kryeministit të Kosovës më ia dhoni lëvizje me shku në Bosnë. E se për interesa partiake po bllokohet çështja e demarkacionit, e tha edhe kryetari Podujevës dhe njeriu i dytë i LDK-s Agem Veliu. Vese ky ishte më kritik për presidentin në lidhje me projekt ligjin për FSK-n. Po shifet që nuk ka qenë një koordinim i mirë as me faktorin ndërkombëtar, as me gjithë faktorët brenda. Nuk e di arsyet. Kjo nuk është një problem për ne, po ne kërkojmë që ky proces të bëhet i koordinuar edhe me Shtetet e Bashkuara veçanërisht, edhe i gjithë faktorit politik shqiptar. Në 27 vjetorin e LDK-s në Podujevë, gjithashtu u fol edhe për rrugtimin e kësaj partie, derisa koalicioni qeverisës u tha se është bërë për të shërbyer interesave të qytetarëve.
Si sukseset të qeverisë të drejtuar nga Mustafa, u përmendën në nënshkrimi më soas dhe miratimi I ligjit për Trepçën. Në këtë tubim, nënkryetari Agim Veliu kërkoi zbardhjen e vrasjeve të aktivistëve të LDK-s pas luftës të Kosovës në vitet 1998-1999, por kjo deklarat e tij nxiti reagimin e deputetit të Nismës, Zafir Berisha. Ai quajti të paftyr Veliun, duke thënë se ka gjetë momentin që po ofrohen zgjedhjet për të kërkuar zbardhje të këtyre rasteve. Për më tepër, I dha epitetin e legenit. Tubim sot pati edhe në vetëvendosje, e cila në Prishtinë mblodhi Këshillin e Përgjithshëm. Aty kryetari Visar Ymeri tha se ushtria duhet bërë me çdo kusht, por dyshon në synimet e Thaqit. Në sytë e gjithë këtyre njerëzve, Hashim Thaqi është një përfitues në dëm të vendit. Por presidenti I Kosovës tashme e ka nisur një rrugë në të cilën as drejtuesit më të lartë të vetëvendosjes nuk po duan që ai të mbetet në gjysmë. Është vetë kreu I lëvizjes Visar Ymeri, ai që e mbështet nismën për avancimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, ani se kjo për momentin po bëhet vetëm përmes ndryshimeve ligjore. Në asnjë mënyrë nuk bën të ndalemi në gjysmë. As nga kjo rrugë afatshkurt e as më pak nga ajo që e themelon ushtrinë e Republikës Kosovës. Çfarë do tërheqë tash? Nga rruga e avancimit të FSK-s, pa e pasur mundësinë e themelimit të ushtrisë Kosovës, nënkupton dorëzim në shtetbërje. Ushtria pra duhet bërë. Antarëve të Këshillit drejtues të lëvizjes, Ymeri ju tha se ushtria duhet të bëhet për të mbrojtur nga Serbia dhe ngecja në gjysmë të rrugës, sipas tij do të ishte shenjë e jo seriozitetit të Kosovës, karshi Beogradit, e bashkisë ndërkombëtare dhe vetë qytetarëve të saj. Mirë po as në këto rrethana për Ymerin, presidenti Thaqi nuk është lider I përkushtuar I vendit. Mënyra se si është aktualizuar dhe sjell në kuvend, ligji më shumë se për qëllimin e vet, flet për qëllimin e Thaqit, sponsorizuesit të tij. Qëllimet e tij nuk janë sinqerta. Sjellja e ligjit në këtë kohë, e veçanërisht në këtë mënyrë, nuk ka për qëllim të avancojë FSK-n për pozicionin e Thaqit. Hiç më të mirë për liderin e vetëvendosjes nuk janë as krerët e kuvendit dhe qeverisë. Kadri Veseli tërë ditën bën fushat për ta pastruar fytyrën e tij e për ta bërë atë të pëlqyeshme të pranueshme. Është fushat që është I kujdesur te forma, te dukja, pa fije për mbajtje. Isa Mustafa krejt energjinë ka të përqendruar te zgjerimi I pushtetit, e zgjerimi I hisës së vet në të. Dhe kështu për ta shpëtuar sa të pak veten dhe LDK-n nga theqafja politike e elektorale. Në fjalimin e tij më shumë se 10 minuta të gjatë, Ymeri përsëriti qëndrimin se Republika e Kosovës po mbetet peng I planit të Ahtisarit. Ai ishte I vetmi që mbajti fjalim në kohën sa mbledhja e Këshillit ishte e hapur edhe për media. Ndërkohë, komandanti I KFOR-it në Kosovë, Gjevani Fungo, do të flasë për Kosovën dhe sigurinë e saj në Institutin Mbretëror në Londër, I njohur me shkurtesën rusi. Komandant I KFOR-it do të paraqitet aty me 23 mars, një ditë para përvjetorit të 18 të bombardimeve të NATO-s ndaj forcave serbe. Ndërkohë, që temë do të jetë pozita e Kosovës ndërmjet Aleancës Veriatlantike dhe Rusisë. Për fëmijët kosovar ka fol mirë antari I Parlamentit të Britanisë së Madhe Michael Gove. Sipas tij, fëmijët nga Kosova kanë ndihmuar në ngritjen e rezultateve pozitive në shkollat britanike. Gove, I cili ka shërbyer si sekretari I arsimit deri në vitin 2014, ka thënë se kryeqyteti britanik ka përfituar nga diversiteti I popullsisë. Për gazetën britanike The Courier, ai ka bërë me dije se në shumë raste prindrit që kanë pritshmëritë më të mëdha për fëmijët e tyre janë refugjatët nga vendet të tilla si Kosova dhe Somalia. Por Gove paralajmëroi gjithashtu se migrimi ka edhe kosto negative me klasat që duhet të rriten përkaq numri I nxënësve. Në Kosovë, 4100 nxënës testuan aftësitë e tyre në matematik në kuadër të garës ndërkombëtare Kangaru. Pyetjet garuesve nuk ju dukën të vështira, e rezultatet e testit pritet të dalin pas 2 jave. Po bëjnë llogari matematikore. Këto detyra këta nxënës të Prizrenit nuk I kanë në kuadër të procesit mësimor, por janë pjesë e një gare në këtë fushë.
Veç në këtë qytet, gara ndërkombëtare Kanguru, pyetjet e secilës janë më shumë logjike, për herë të parë përmbahet edhe në gjithë Kosovën. Kam aplikuar në këtë test pasi arsyetarja ma rekomandoi, jam më i miri i klasës, dimi në detyrat me logjik, prandaj dhe aplikova në këtë test. Në rajonin e Prizrenit u testuan afër 1300 nxënës, nga klasa e 2 deri në të 12-ën, anise nga kjo e fundit mori pjesë vetëm një nxënës. Ka vajtë si puna deri në tani shumë mirë. Besoj që kam e përfundu që është më mirë, është një sen që pëndodhë për të parë këtu të na. Nxënësit nuk kanë ankesa në vështirësi të zgjidhjeve të detyrave, por nuk kanë as aspirata fituese. Qishti shumë i letë, do shta buna i pari, po do shta buna edhe i dyti, i tretit, ose i fundit. Organizatori kësaj gare ndërkombëtare, cila mbahet në më shumë se 70 vende të botës, janë Atomi dhe Ministria e Arsimit, në bashkëpunim me shoqatën franceze Kanguru. Për herë të parë, domethënë garojmë me mëshatarët e tyre në gjithë rajonin. Domethënë janë në Evropë se i dimë që detyrat janë të njëjta kudo. Të gjithë nxënësit që deshën të bëhen pjesë e kësaj gare paguan një shumë prej 5 eurove. Me këtë pagesë do të paguhen certifikatat e njohura ndërkombëtarisht për rreth 4100 pjesëmarrës në gjithë Kosovën. Derisa fituesi do të dihet pas 2 javësh, ata do kenë mundësi të marrin pjesë edhe në gara tjera ndërkombëtare. E tek në tetor të këtij viti, Kosova pritet të bëhet anëtare me të drejtat të plota në shoqatën Kanguru. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vizituar mullirin më të madh në vend atë Silosi në Dzërc të Rahovecit. Mustafa vizitoi repartit prodhuese të produkteve të grurit dhe u njoftua me kapacitetet dhe të arriturat e kompanisë. Theksi i veçantë në këtë takim ju kushtua rritjes së grumbullimit të grurit vendor, ku vetëm gjatë vitit 2016 me Silosi ka arrit rekord me rreth 27.000 ton të grumbulluara. Mustafa ofroi përkrahje në rritjen e prodhimtarisë vendore, cila sipas tij është çelës i zhvillimit ekonomik të vendit. Silosi me kapacitetet të depozitimit prej 60.000 ton dhe kapacitetet të prodhimit prej 600 ton në ditë, është njëra ndër fabrikat më të mëdha të përpunimit të grurit dhe me më modernja në rajon. Në Malishev, në disa komuna përreth, nisi repelimi i lopëve në kuadër të strategjisë kombëtare për luftimin e etheve hemoragjike. Në fakt, ky është viti 4 që po ndërmerren këto masa nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit. Në fermën e Pajtim Bytyçit në Shkos të Malishevës filloi për herë të parë në këtë vit repelimi i lopëve. Kjo po bëhet në kuadër të strategjisë kombëtare për luftimin e etheve hemoragjike. Njëri nga punëtorët e kompanisë të ngarkuar me këtë punë tregoi se çka mbrohen këto kafshë pas këtij procesi. E pastron lëkurën e kofrës nga jashtë, edhe ka mbrojt nga rritnat që janë vend infektuar Malisheva, rritnat, morrat e këto stranat e tjera. Edhe pronari i fermës po beson se repelimi do të pamundsoj shpërndarjen e etheve hemoragjike. Kjo është një iniciativë shumë e mirë për shkak se shëndeti gjellë është në harmoni dhe nuk kemi ndonjë problem. Në fakt, ky është viti 4 që po ndërmerren këto masa nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit. E nga viti në vit edhe rastet e pickimit nga rriçerat po bien. Nëse bëjmë një krahasueshmëri rreth nivelit të pickimit ndërmjet vitit 2013 dhe 2016, tregon që kemi të kundërshtuar 56% të nivelit të pickimeve. Pavarësisht ndërmarrjes së masave, në këtë rajon janë paraqitur raste të pickimit të rriçrave sërish. Në drejtorinë e shëndetësisë në Malishev kanë identifikuar disa persona të prekur nga ethet hemoragjike. Tani kur po flasim kemi 6 raste të pickimit të rriçrave, po pa ndonjë rrezik, pa ndonjë problematikë të më të tjeshme. Megjithëse aktivitetin të cilin sot po e bëjmë këtu në fshatin Shkoz, është një ndër aktivitetet esenciale në parandalimin dhe luftimin e etheve hemoragjike. Përveç fermave të kësaj komune, këtë vit procesi të repelimit do t'i nënshtrohen edhe kafshët nga komuna e Rahovecit dhe disa ferma të Suarekës e Klinës. Për natyrën dhe kafshët, disa mësimdhënës po e ndjekin një trajnim në Prishtinë. Këtu tha se është e nevojshme që nxënësit të mbajnë orë mësimi edhe në ambientet hapura për të mësuar më shumë rreth kësaj fushë. Të paktën këtë shtun e vun vete në pozitën e nxënësit. Këta mësimdhënës nga 6 shkollat të komunës së Prishtinës po e ndjekin një trajnim për natyrën dhe kafshët, si të ftuar nga organizata For Paws.
Ligjëruesi po i konsideron si domosdoshmërinë njohurit e këtyre fushave. Përderisa përballem me probleme që lidhen me botën e kafshë, bëzëm shembull me problemin e qenëve të rrugës, që është aktuale që vazhdon mbetet për shumë kohë, atëherë është pa e nevojshme të përfituar edhe për përvoja të organizatës. Mësimdhënësve ju prezantua edhe libri që titullohet Pranë kafshëve, të cilin këta mund ta fusin në plan program si lëndë zgjedhore. Kemi në plan që ta kemi lëndë zgjedhore diçka ndonjë njësi të veçantë, po ne kena mundu gjithsesi ta marrim lëndë zgjedhore këtë librin të përmbrojtjen e kafshëve. Dikush pohon se ka raste kur nxënësit as nuk i njohin disa kafshë. Të shkollat rurale, thëmë kështu, disa nxënësat i dinë, disa kafshë ato e kemi pak në gjësa këta në qytet, e kanë problem, arsynet janë këtë, sa i ndigjon për to, po se din, as mund të ashe praktikisht para është e kafshë. Projekti i quajtur Të mësuarit në natyrë dhe për natyrën po ashtu thekson nevojën që nxënësit të mbajnë orë mësimi edhe në ambiente të hapura. Për këtë po pajtohen mësuesit. Çdo mësim që bëhet në natyrë është më efektiv se sa ai në shkolla ku bëhet. Projekti që mbështetet nga Ambasada Amerikane në Kosovë synon të përfshijë në trajnime edhe shkollat e komunave tjera. Enëm Ferizaj, konkretisht në fshatin Mirosal, banorët kanë të lashë me rrugën, por komuna thotë se nuk ka para për të reguluar atë. Është vështirë të kalohet në këmbë. Edhe më problem bëhet të qarkullojnë dy vetura përballë njëra tjetrës. Kështu e ngushtë dhe e dëmtuar është rruga kryesore në fshatin Mirosal të Ferizajt. Ka 3 dekada që kur është investuar në këtë rrugë, bile as banorët nuk e mbajnë në mend. Shumë e ngushtë është, trotuar nuk ka, janë të rrezikun e fëmijë shumë këtë rrugë. Pita të shtatës kur është tru, mo kjo rrugë kur kush mo nuk ka investu kur gjo heq. Kjo gjendje rrugës po u kushton goxha atyre që e shfrytëzojnë. Vëllai mashtari na bën në shkerën vjesë se më jamoj të regjistrimi e sigurimi. Në gjendje më të mirë nuk është as fshati Zllatar, pak kilometra larg Mirosalës. Përfaqësuesi i këtij fshati Xhevat Sallahu, që është edhe asamblesë në kuvendin komunal nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, thotë se shumë herë kanë kërkuar nga komuna zgjerimin dhe rikonstruktimin e këtyre rrugëve. Kërkesën time që ja kom bën drejtërisë infrastrukturës, na ka premtuar që këtë vit ta bëjë asfaltimin dhe zgjerimin, nga se është edhe shumë e ngushtë. Por në drejtorinë e infrastrukturës në Ferizaj e mohojnë se nuk është investuar asnjëherë. Mirë po për të përmirësuar gjendjen aktuale të tyre, drejtori Gafur Ilazi thotë se nuk kanë buxhet. Është një procedurë e buxhetit, për arsye se qytetarët bën në çdo kohë kërkesë, që për asfaltim të rrugëve por ashtu, por është një procedurë e hartimit të buxhetit. Sipas tij nuk është refuzuar kërkesa e banorëve, por vetëm është pezulluar deri në rishikim të buxhetit. Kjo drejtori për këtë vit ka mbi 4 milion euro për investime në riparimin e rrugëve. Një burr është qelluar për vdekje pasi i ka grabit automatikun një ushtari në aeroportin e Parisit, Francës, dhe ka shënë në drejtim të një policia. Është vrarë nga forcat e sigurisë në një dyqan pasi kishte marrë armën në terminalin e aeroportit. Aeroporti është mbyll pasi autoritetet kanë thënë se ishte një incident serioz dhe se pasagerët nuk janë lejuar të zbarkojnë. Për disa orë, operacioni sigurisë është zhvilluar me ekspert të bombave. Autoritetet e sigurisë kanë shtuar masat e kontrollit pas kësaj ngjarje. Fatmir H. është kosovari që sulmoi dhe plagosi 9 persona në një stacion treni në Düsseldorf të Gjermanisë. Klan Kosova ka siguruar disa pamje të sulmit të Fatmir H, për cilin policia dhe organit të rendit në Gjermani thanë se sulmi nuk e kishte kryer i shtyr nga ndonjë ideologji e caktuar, por se deklaruan se ai ka probleme mendore. Madje sulmuesi për fat të mirë nuk vrau askënd, kishte deklaruar tek organi i rendit pasi u arrestua se dëshironte të qellohej nga policia.
Eurogoli I shënuar nga Veton Berisha ka vlerën e 3 pikëve për skuadrën e Greuther Furthit. Greuther Furth në poshti Stuttgartin me rezultat minimal 1-0 me golin e shënuar nga Veton Berisha në minutën e 9. 22 vjeçari shënoi gol spektakolar nga 30 metra, ku me një goditje të fuqishme dërgoi topin në rrjet. Berisha në këtë takim luajti 86 minuta. Pas pranimit të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare, po kërkohet të punohet në infrastrukturën sportive, e sa I përket talentëve të kësaj fushe, në një debat të organizuar në Prishtinë, një gazetar britanik tha se ata nuk mungojnë. U bën përpjekje të mëdha për pranimin e Kosovës në institucionin ndërkombëtare të sportit. E pas arritjes së këtij qëllimi dolën e pas sfida të reja. Për gazetarin britanik James Montag, infrastruktura e dobët të sportit është e papranueshme. Sipas tij, Kosova edhe pse nuk ka fonde, ka talent shumë të mëdhej e që ja kanë lakmi shumë vende. Palestina kishte dhe ka një gjendje më të keqe. Ka një ushtri e qeveri që ju tregon se çfarë mund të bëjnë e çfarë jo. Por kanë ngritur shumë liga profesionale dhe të femrat edhe të meshkujt. Në Kosovë duhet të ketë financime dhe kjo është hapi I ardhshëm I domosdoshëm, sepse nëse mund të ndodhë në Gaza, pse nuk mundet këtu. Për krahasimin me këto vende që bëri Britaniku, I mbeti Hatri drejtorit të Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës. Krahasimi I papranueshëm për mua si Iber. Infrastruktura e di që është termi gjanë, standardet janë standarde, por me na krahasu me një vend që ditë ku ndodhës, unë nuk kisha dashur me hinat temë. Menaxheri I përfaqësuesës kosovare në futboll Albert Bonjaki tha se tani do të mundohen që stërvitjet I bëjnë në Kosovë. Ndërsa sa I përket kushteve, tha se do të duhet shumë kohë që të krahasohet me vende tjera. Duhet me pa lojtarë, për shembull 15 lojtarë shkon me një gol, ngritën një gol, vendosin ato. Gjysa ushtrimit shkon, pesat vjena. E kem pru ato 2 golla, e kem vendosur tash e para që thirrë tham, lutna dërgoni gollat që janë ato. Në këtë panel të organizuar nga Kosova 2.0 fol edhe për kushtet e vështira që përballen sportistët femra, derisa pyetje për panelistët pati edhe nga pjesëmarrësit. Basketball player Shvëzonika Rexhepi. Drita ka arrit fitore të madhe në udhëtim te Prishtina duke triumfuar me rezultat 1-0, golin e vetëm e shënoi Leutrem Kryeziu. Por ndeshja më e nxehtë e kësaj xhiroje të vala Superligës padyshim ishte ajo midis Drenicës e Llapit, në cilën u ndan 5 kartonat kuq. Referi Bajram Gashi I ndau 3 për vendësit dhe 2 për mysafirët. Gjithë kjo në një ndeshje plot tensione, derisa në një moment trajneri I Llapit I pakënaqur me ndarjen e drejtësisë tërhoqi lojtarët nga fusha pranë rezultatit 1-0 për Drenicën. Por pas konsultimeve me vëzhguesin për pasojat, pas 5 minutash I ktheu sërish në lojë lojtarët. E në fund të gjithë kësaj hallakame, Drenica fitoi me rezultat 2-0 fal golave të Dajakut e Lushtakut. Tifozët e grupit klubit Crvena Zvezda kanë ndjek flamurin e Shqipërisë dhe kanë bërë thirrje se nuk do të heqin dorë nga Kosova. Në rrjetet sociale janë shfaqur imazhe ku shihet një grup I tifozëve duke përkrahur skuadrën e tyre për duelin me Olympiakos në Europa League. Në fotografi shihen tifozë me fishek zjarre në duar, kurse njëri nga ta mban flamurin kombëtar shqiptar, të cilit I kanë vënë flakën. Ishte quajtur intervista më interesante e vitit, kur analisti politik Robert Kelly gjeti vetën të befasuar nga vajza e tij gjatë një interviste të ndërprerë për BBC, e cila u shpërnda me të madhe javën e kaluar. Edhe ajo që po flitet së fundmi është fakti se si do të reagonte një grua nëse ajo do të kishte qenë në vend të Robertit. Një ide e tillë është vënë në skenë në një video parodi nga dyshja komediane nga Zelanda e Re, të cilët kanë vendosur fjalët e profesorit në gojën e gruas. Sorry, you do look rather busy there. We can... A e din që është një paketim ku përveç kafës në to ka edhe shpërblim. Prej 5 deri në 500 euro ti fiton. Atëherë princi ty të gëzon me Fiat 500. Princ Instant të inspiron. Në fund po ju kujtoj 2 nga titujt kryesor.
Antari i Parlamentit të Britanisë së Madhe Michael Gove ka thënë se fëmijët nga Kosova kanë ndihmuar në ngritjen e rezultateve pozitive në shkollat britanike, sipas tij Londra ka përfituar nga diversiteti i popullsisë. Një gruaje nga Skënderaj u kthye të pamurit pas 44 vjetësh verbri, tani fal parave të mbledhura nga njerëzit e vullnetit të mirë, asaj u shërua njëri sy dhe për herë të parë po i sheh burrin dhe fëmijët. Të nderuar shikues, ju kujtoj se edicioni i ardhshëm i lajmeve ju pret në orën 23. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.